Isha pa punë dhe më njoftuan për disa trajnime që do zhvillohen për aftësimin digjital. Futa në një projekt e cila kishte për qëllim fuqizimin e grupeve vulnerable. Aty kam asistuar në mbi 500 persona në ndihmën e tyre në Albania. Gjithashtu kam ndihmuar dhe në angazhimin e personave të papunë, ku 5 prej tyre janë punësuar. Unë sot jam pjesë e stafit të brendshëm të Bashkisë Vor në drejtorinë e informimit. Isha e papunë, u regjistrova në kurs për kujdesin për afatgjat për moshën e tretë. Jo vetëm të moshuar që gjenden mirë, por edhe ne gjendemi mirë që kemi gjetë një punë dhe jemi të kënaqur dhe të stabilizuar. Fillimisht ishin shenjat që nuk komunikon të ashtu siç duhej, shumë fjalë të pakta. Doktoresha në ambulancë pastaj më ka vendosur një diagnozë çrregullime neurozhvillimore. Pas diagnostikimit, jemi në ndjekje të vazhdueshme me mjekun edhe me infermieren, gjithashtu me terapinë. Kam kërku shumë vite punë, por nuk më dhanë mundësi, sepse unë isha me një sy, edhe dramatizume se unë në fakt nuk një gjoj shumë, se më kalon me pasoja tragjedia Gërdecit. Unë përfitova këtë vend pune. Ne sot ndodhemi këtu për arsye sepse unë kam qenë një shtëpiake edhe falë zyrës punës ne kanë ofruar një kurs për të bërë për aftësi dhe punësim. Sot kur prezantohem ka goxha përmirësime dhe kjo që më ka ofruar mbi 4 lloje pune që unë jam në pritje të telefonatës së tyre.